Ne do të bëjmë atë mirën në këto zgjedhje. Do të thonë jemi ka shkoj me një program real, jemi të hartu listën garuese për deputet me figura që i mendojmë më të mira që i ka shoqënia në Kosovë, pa i përjashtuar asnjë kategori shoqënisë, të fillu prej sportit, kulturës, letërsisë, shkencës, e drejtë të njerëz të kontributit për liri, domethënë figurave të luftës, pse jo domethënë përfaqësimin e diasporës. Mendoj që jemi ka ofrojmë një listë fort, mirë, jemi të interesuar me bëni fushat programore, me ofertë, jo me akuzu shumë. Qëllimi edhe në të kaluarën e afërt edhe sot është me nrru gjendjen në Kosovë, me kthy Kosovën binaret vetat ndrejtimin që ka qenë, me i kthy aleat prap, raportet me ta me pas shumë atë mira, me hek sanksionet kundër Kosovës, me kthy shtetin binar për shkak se kemi do me marramendse.